Vazhdojmë tutje të dashur teleshikues dhe tani do të kalojmë në një profil tjetër. Në fakt, Morgata e bashkëdhetarëve këtu në Gjermani sjell shërbime të ndryshme me sipërmarrje të ndryshme dhe ajo që më ka bërë përshtypje janë edhe klinikat private dhe sidomos edhe të fizioterapisë. Të shikojmë se kush është. Mirë se vini në studio Shkelzen Haxhiu, me një përvojë shumë vjeçare në këtë dimension dhe shumë të suksesshme, do të thoja. Faleminderit, mirë se ju gjeta dhe ju uroj për emisionin. Si po ndihesh në këtë ambient, në këtë studio, në takimin me bashkëdhetar të suksesshëm? Shumë rahat. Shumë rahat. Dhe sipas jush, cili prej tyre ka nevojë që të vijë në fizioterapi? Pyetja shumë e mirë, po mendoj se duke filluar nga unë i pari, apo ja? Po pjesa më e madhe e njerëzve tash duke shikuar profesionet e njerëzve, duke shikuar problemet që i kanë pasur edhe më herët, domethënë gjithë njerëz që kanë probleme me shëndet, me muskuj, po mendoj, me eshtra, me myje, domethënë gjithë ata patjetër që duhet mu trajtu. Dhe ky trajtim për cilat grup mosha më tepër, fillon nga mosha 40 e sipër? Po apo ka edhe mosha të reja? Jo, ka edhe mosha të reja. Që janë pacient tuaj. Ka edhe mosha të reja, ka sidomos mosha të reja të cilët kanë probleme të lindura, ka probleme tek sportistët, të cilët merren me sporte domethënë vazhdimisht. Mandej po duke fokusu tek moshat ku fillon më shumë domethënë problemet muskulore, po mendoj, janë tek ka mosha 40 vjeçare. Domethënë pjesa më e madhe e pacientëve të mi janë pacient ose punëtor të cilët punojnë në zyre. Domethënë për shkak të qëndrimeve të gjata, mund të kenë deformime të ndryshme. Kanë deformitete të ndryshme, po patjetër. Kanë hipertrofi për shembull muskulore. Domethënë përgjithsisht nga mosha 40 vjeçare fillojnë zakonisht edhe tek ata të cilët kanë qenë aktiv gjatë jetës, po edhe tek ata të cilët kanë qenë pasiv, domethënë nuk kanë marrë shumë aktivitete fizike. Më intereson të di për këtë grup moshë, është më efikase që mos vinte ti, kam fjalën, të vrapojnë apo të merren me fitness? Shqo, dyjat janë gjona që njerëzit i lakmojnë, pavarësisht se një pjesë e madhe janë njerëz të quaj kështu demel, që gjithmonë vendosin, mendojnë do ta filloj nesër. Sporti është një tash domethënë një domosdoshmëri. Një domosdoshmëri në fakt për gjithë ata të cilët janë të kyçur në një profesion caktuar. Edhe për një kualitet jete më të mirë, po. Domethënë fitnessi tash më herët nuk ka qenë shumë i popularizuar, po kohë të fundit, domethënë edhe në Gjermani, po e shoh edhe vetë që pothuajse 80% e pacientëve të mi që vinë janë pacientë të cilët domethënë janë aktiv në fitness. Një pjesë nga ata domethënë merren me vrapime, me sporte ndryshme, po pjesa më e madhe nga ata domethënë janë njerëz që shkojnë, i frekuentojnë rregullisht fitnessin, studiet e fitnessit. Kjo moshë që përmendet 40 vjeçarët edhe që kryesisht janë punonjës të administratës që qëndrojnë shumë kohë ulur para kompjuterit, kanë deformime në shtyllën kurrizore, kanë probleme të ndryshme me këto probleme, do thoja. Këto trajtime janë thjesht trajtime apo mund të vim deri te një shërim i plot?
Pjesa më e madhe, domethënë, e këtyre problemeve që shkaktohen gjatë qëndrimeve të gjata ulur, janë probleme që trajtohen shumë lehtë, nuk kërkojnë shumë kohë gjatë. Okay. Janë zakonisht probleme të kurrjes muskulare, hipertrofi, atrofi muskulare. Mandej ka edhe pjesë, domethënë ka edhe pacientë cilët gjatë qëndrimeve të gjata, sidomos njerëz që fillojnë shumë herët me punë në zyrë, ndodhin edhe skolioza për shembull, ndodhin probleme domethënë të boshtit korrizor, cilat nëse nuk trajtohen domethënë me kohë, mund të shkaktojnë probleme pothuajse të rjetën. Dhe cila është më e rrezikshme për këtë kategori që ata duhet ta ndjejnë dhe duhet të intervenojnë që në fillimet e para të shfaqjes, do thoja, të këtyre problemeve, qoftë me fizioterapeut, qoftë edhe me mënyra të tjera. Po mendonte çfarë moshe apo? Po, të kjo moshë e cila qëndron para kompjuterit, domethënë duke filluar prej moshës 40 e ca. Po, unë po mendoj që nuk është kohët e fundit, domethënë është krijuar ka ardhur një problem tjetër, që tash shumë e pak po fokusohemi tek moshat e mesatare, domethënë nga mosha 40 vjeçare. Tash problemi ka fillu me mosha të reja, sidomos tek fëmijët. Domethënë të një pjesë shumë e madhe e fëmijëve, të cilët e kanë frekuentuar domethënë ordinancën time, janë vrejt probleme me spondylozë, janë vrejt probleme domethënë me boshtin korrizor, mandej probleme të shpërqendrimit tek fëmijët. Unë po besoj domethënë që si pasojë qëndrimeve gjata me telefona, me tableta, kurse nga mosha 40 vjeçare, domethënë dihet që këta janë edhe të vetëdijshëm, dhe çdo gjë që e bojnë me vetdije plot. Edhe janë njerëz domethënë që kur e shohin që shkon me tutje, mandej duhet patjetër me marrë trajtim ose tek mjeku ose te fizioterapeuti, dikund duhet të shkoj për ndryshe. Pacientë e klinikës tuaj janë më tepër gjerman apo kemi të bashkëdetarëve? E kam një pjesë. Cilët janë më të informuar? Apo ndoshta të gjithë e lënë momentin e fundit si puna ime kur të ketë një krizë totale, të mos lëviz nga vendi dhe të shkojë të shkëlqeni dhe shkëlqeni pastaj ta ngrisë përsëri në këmbë si të bëri me mua. Po. Dua ta shfrytëzoj rastin të i falenderoj dy mjekë shqiptar, të cilët i çmoj shumë për punën që e bojnë, janë doktor Genc Kelmendi dhe doktor Bekim Balidemaj, të cilët janë për mua janë dy mjekë të jashtëzakonshëm, të cilët edhe mua më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, sidomos në fillimet e mia. Këta njerëz domethënë kanë jo vetëm mua, po edhe pacientët e tyre që i kanë gjithmonë janë mundu me orientu ka domethënë te mjekët cilët janë përkatës për problemet që i kanë. Pjesën më të madhe të pacientëve unë e kam gjerman, po shqiptarët kohët e fundit që ka befasu pak, ky mentaliteti jonë se e thatë edhe ju, ne i lojmë punë gjithmonë. Apo nuk dorëzohemi lehtë? Po, jo, nuk dorëzohemi lehtë, edhe vendojmë me shku edhe kështu edhe me dhimbje, domethënë punojmë. Po kanë filluar mu vedisu, po mendoj shumë. Domethënë kohët e fundit kam një numër jashtëzakonisht madh shqiptarëve të cilët vinë në ordinancë dhe kërkojnë trajtim. Kjo më ka befasu jashtëzakonisht shumë, duke njohur mentalitetin tonë, po edhe fizioterapia si fizioterapi ka qenë përpara nuk ka qenë shumë e njohur tek ne hiseq, po në Gjermani domethënë ka filluar pak më herët se sa tek ne, domethënë si profesion, ku njerëzit domethënë ku pacientët kërkojnë ndihmë fillimisht dhe mandej shkojnë tek mjeku. Më intereson të di pastaj edhe për veprimtarinë tuaj. Ku ka raste më emergjente, jeni fleksibël apo këto termine që ju i caktoni njerëzve janë kryesisht sipas një kronologjie që juve ju përshtatet në veprimtari?
Jo, fatkeqësisht nuk ka mund deri sot më ju përmbajt orarit punës, pikërisht për shkak të rasteve që paraqiten, rasteve urgjente që i kam pas, sidomos të shqiptarëve, të Kosovës ose të Shqipërisë, pavarësisht. Domethënë për shkak të këtyre rasteve emergjente gjithmonë qëndroj diku 2 orë ose eventualisht 3 orë më shumë punoj se domethënë mundësia për me pas një termin, jo vetëm tek unë, po të gjitha fizioterapit në Gjermani, po mendoj kështu në Stuttgart, se për tjera nuk e di. Domethënë duhesh me prit diku rreth 1 muaj ose eventualisht 2 muaj. Sakt, po. Për një termin. Për shkak të saj, unë detyrohem domethënë me vazhdu punën më tutje për më ofru domethënë shërbimin cilin ata ka nevojë. Ju lumt. Faleminderit. Faleminderit.